Cili është kriteri i sjelljes së mirë? Çfarë është sjellja e mirë? Kanë thënë ta duash për tjetrin, të veprosh për tjetrin, të sillesh me tjetrin, ashtu sikur se ti do që tjetri të sillet me ty. Pra kjo është sjellja e mirë dhe ky është morali i mirë. Pra ky është kulmi i moralit të mirë, që të sillesh dhe të ndërtosh marrëdhënien me të tjerët, ashtu sikur se ti do që të tjerët të sillen me ty. Pra nëse ti do që të tjerët të sillen mirë me ty, sillu normal me ta, buzëqeshi, mos u sill jashtë për i vrazhd. Po kështu mos i gënje të tjerët, mos i mashtro ata, mos u hap peshën në tregti, mos i mashtro në tregti, mos i mashtro në jetën e përditshme, mos u merr me korrupsion, mos vidh e kështu me radhë, sepse të gjitha këto janë prej gjunaheve, karshi Allahut subhanahu wa ta'ala dhe duke dëmtuar të tjerët. Besimtarët me moralin më të mirë, me edukatën më të mirë, janë më afër profetit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit. Janë më afër në pozitë, më afër në shkallë me të sallallahu alaihi wasallam. Profeti alaihi salatu wassalam na ka thënë, jam dërguar që të përsos moralet dhe sjelljet e njerëzve. Po kështu thot, më i miri ndër ju është më i miri për familjen e tij, ndërsa unë jam më i miri për familjen time. Po kështu besimtarët me moralin më të mirë, ai i cili ka moralin më të mirë, merr shpërblimin atij personi, atij besimtari i cili fal shumë namaz dhe agjeron shumë agjerim. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, besimtari me edukatën e mirë, me moralin e mirë, arrin shkallën, shpërblimin e atij i cili agjeron shumë dhe që falet shumë. Po kështu ka thënë, nuk ka diçka e cila vendoset në peshorën e veprave ditën e Kiametit, që person më shumë, që rëndon më shumë se sa morali i mirë. Pra ky moral rëndon më shumë se gjithçka ditën e Kiametit.